Zoti Dauti, Besa është një dokument që premton një qeverisje më të besueshme sipas atyre që është zbardhur tashmë në media, më të dëgjueshme dhe më të matshme, por që nga ana tjetër sigurisht ngrej një sër pikpyetjesh. A është një reformë e vërtetë të mënyrës së qeverisjes apo nga ana tjetër një përpjekje për të rikthyer besimin e humbur te qytetarët? Ju si e shihni këtë dokument? Unë e shqyqej si një përpjekje pa shpresë e kryeministrit, për shkak se nuk ka zgjidhje për problemet e Shqipërisë, nuk ka zgjidhje për kërkesat e protestuesve, dhe është i detyruar të dalë me ndonjë propozim. Tani atë tekstin çka e ka shpallë të paktën para ministrave dhe deputetëve të Partisë Socialiste, nuk e di a është për publikun, unë për veten nuk e kam lexuar. Po unë jam i sigur që as kryeministri Edi Rama nuk e ka lexuar atë dokument. Atë dokumente me shkrim sot bëhen shumë lehtë nëpërmjet inteligjencës artificiale. Pra i jep disa pika kompjuterit dhe ta shkruan një tekst. Tani çka ka inventuar kryeministri aty, vetëm emrin. E ka futur emrin Besa, për shkak se është më e kapshme për mentalitetin shqiptar, prandaj edhe partia e tij apo koalicioni i tij quhet, apo politikat e tij quhet Rilindja, këtë e ka marrur nga Rilindja për shkak se është më folklorike dhe e kuptueshme për shqiptarët, dhe njëjta është me fjalën Besa. Pra për ata që nuk e din, Besa bëhet populare si fjalë në kohën e Rilindjes, pikërisht nga drama e Sami Frashëri. Tani drama e Sami Frashëri quhej Besa, Jahut ahte vefa. Ahte vefa do me thënë fjala e dhënë. Pra në kuptimi fjalës Besa është fjala e dhënë. Pra si mund t'i besojmë ne këtij personi i cili është 30 vite në pushtet, prej 98 ka hyrë në pushtet, dhe nuk tregon shenja se në mënyrë vullnetare do të lëshoj pushtetin. Pra si duket ka vendosur derisa të ketë gjallë të jetë në krye të Shqipërisë, dhe ka pasur sukses në varfërimin e shqiptarëve, dhe si duket ky që ka edhe misioni i kryeministrit të Shqipërisë, po pse jo, ai e kërcënon edhe ekzistimin e shtetit të Shqipërisë, për shkak se e ka zbrazur Shqipërinë, dhe jo që e ka zbrazur Shqipërinë, për shkak se nëse zbrazet Shqipëria, ne besojmë që ekonomia mund të zhvillohet dhe ata shqiptarë që kanë emigruar mund të kthehen. Por ai varfëron edhe ato njerëz që kanë mbetur aty dhe i detyron që të shpërngulen. Pse shpërngulen ata? Për shkak se nuk ka demokraci në Shqipëri, për shkak se nuk ka progres ekonomik, për shkak se një familje nuk mund të bëjë një jetë normale në Shqipëri, nuk kanë mundësi të blejnë shtëpi, të blejnë banesë. Ata pensionerë që janë gjithë ata rrogat apo pensionet të vogla që i marrin nuk mund t'i blejnë as ilaçet, dhe si pasojë vdesin edhe për shkak të sëmundjeve të ndryshme. Dhe ja që e kishim edhe një shembull që kanë filluar edhe pacientët t'i largojnë prej spitalit kur nuk kanë para. Kishim një rast në Durrës dhe kuptohet që kjo duhet jetë alarmante dhe këtë duhet ta shfrytëzojnë ata që protestojnë, protestuesit, që të kërkojnë që përgjegjësi të ketë ai që pacientin e kanë nxjerrë në rrugë dhe ja ka rrezikuar jetën që të vdes, dhe vazhdon që me arrogancë të madhe kjo qeveri të qeverisë, dhe nuk e ka ndërmend që të largohet prej atij. Tani ai si duket mori pak guxim, për shkak se edhe entuziazmi i protestës është zbehur. Ne kuptohet që në fillim kishte entuziazëm të madh dhe arriti ndoshta edhe mbi 100.000 protestues, po ja që shiqojmë që protesta në ditët e fundit është zbehur, shpresojmë që në muajt e ardhshëm përsëri të ringjallet, po nuk mund të ringjallet me ata persona të cilët e kanë kapur protestën. Unë i kam kritikuar që në fillim, për shkak se si duket ata e kanë kapur protestën, e kanë lënë protestën pa ideologji,
nëse i ndjekni, për shkak se protesta është gjallë, pra në kuptimin që drejt për drejt mund të shiqohet, dhe mund të shiqoni njerëzit aty që i kërcënojnë ata që ka marrin mikrofonin dhe i shprehin mendimet e tyre se ku është problemi Shqipërisë dhe si duhet të zgjidhen problemet e Shqipërisë. Atëherë ata vandalin zërin ose u ndërpresin fjalën dhe harojnë që kamera ka nga të gjithë anët dhe njerëzit e shiqojnë dhe kuptohet që intelektualët nuk afrohen atij, për shkak se një intelektual nuk mund të lejojë që një ignorant t'i tregojë atij se çka guxon të flet, çka nuk guxon të flet. Dhe kjo është dështim i madh. Pra unë ju kisha propozuar, nëse ka njerëz më me arsye aty, që t'ua marrin mikrofonin prej dorëve disa njerëzve të parsimuar, dhe që të cilët kuptohet që janë të kapur dhe të shitur, dhe e lanë protestën pa ideologji. Ideologjia e kësaj proteste duhet të jetë që Shqipëria po boshatisët, Shqipëria mbetet pa shqiptar dhe Shqipëria planifikohet që të kolonizohet. Të gjithë idetë tjera, për fjala ne duhet të integrohemi në Unionin Evropian, të afrohemi me politikën amerikane, ata janë edhe më të këqij se këta çka janë në pushtet sot. Përderisa një person apo një grup personash nuk lejon që ta shprehish mendimin kur nuk ka pushtet, paramendohet çka do të bënin ata sikur edhe të kishin pushtet. Pra unë si flasim me mendimet e mia, mu do të më kishin futur edhe në burg. Për shkak nëse nuk më lejon ai që ta shpreh mendimin duke qenë askushi, paramendohet çfarë sjellje do të kishte nëse e kishte prokurorinë në dorë, policinë në dorë. Pra është një rrezik të atyre që e kanë kapur protestën dhe si duket janë duke shuajtur protestën. Po ashtu kishte një iniciativë fjala të formohen disa kuvende, po e pam që edhe në ato kuvende u bë një kaos i madh. Dhe pse lindi kaosi, për aq sa e pash, për shkak se një vajzë e cila doli aty të flas dhe kritikonte protestën apo ata që ishin të mbledhur, dhe u qua një grua, ja mori mikrofonin, mandej u qua një tjetër, ja mori mikrofonin. Pra si duket nuk kanë kulturë që të lejojnë njerëzit të shprehin mendimin e lirë, dhe kjo si pasojë ka sjellur që entuziazmi i protestës të shuhet dhe kuptohet që kjo e gëzon Edi Ramën dhe klasën e tij sunduese. Tani përsa i përket atij manifestimi që Rama e ka dhënë, ne duhet ta përkujtojmë Ramën se ai 4 herë është zgjedhur kryeministër dhe për të zgjedhur kryeministër ka zgjedhje parlamentare dhe kur del një parti politike në zgjedhje parlamentare me në krye kryetarin e Partisë Socialiste, i cili është Edi Rama, ai propozon program parazgjedhor. Pra ai u premton premtuesve se çka do të bëjnë nëse vjen në pushtet, prandaj edhe kërkon votën e votuesve shqiptar. Dhe ai e ka dhënë atë program, po jo vetëm atë, mbasi është zgjedhur apo mbasi ka fituar shumicën në parlament, ai po ashtu kur e ka propozuar qeverinë dhe ministrat, ai po ashtu ka dorëzuar deputetëve programin qeveritar, si do të qeverisë. Pra është detyruar edhe me ligj që të jap një plan program. Dhe është e kotë ky manifestim i besës, për shkak se ai 4 herë gjatë zgjedhjeve e ka thyer premtimin me plan programin parazgjedhor, po ashtu e ka thyer premtimin edhe me plan programin qeverisës. Dhe është qesharake t'i besohet fjalës kryeministrit, i cili e ka zhitur Shqipërinë në borxhe dhe t'i përkujtojmë ata që kanë ndjekin që gjatë kësaj proteste, përderisa bëhet, ai ka futur Shqipërinë edhe 1 miliard euro apo dollar në borxh gjatë muajit të fundit, pra një herë mori 600 milion euro për t'i paguajtur pensionet, ndoshta ndihma sociale dhe rrogat, për shkak se e ka falimentuar Shqipërinë. Dhe ishte marrja e fundit, dikon 300 milion
dollar, fjala se për të bletur armatime, dhe thot që neve na duhen armatime për shkak se kemi mbetur pa armatime, po kush është arsyeja që Shqipëria nuk ka armatime? Ai është në pushtet 14 vite dhe si duket nuk pas ka para që të blej as plumba, as pushka, dhe e ka lënë Shqipërinë në një situatë shumë të vështirë, po kjo është e bërë me qëllim. Pse e bën ai me qëllim që Shqipëria nuk ka ushtri? Nëse e marrim në krahasim me Serbinë, Serbia ka ushtri të sofistikuar, jo vetëm që ka ushtri, po edhe i prodhon armatimet e veta dhe blen si nga Kina, po edhe nga shtetet e tjera, dhe këtë e bën për shkak se është në interes të shtetit të Serbisë që të ketë një ushtri të fuqishme nëse sulmohet apo nëse ata vendosin që të sulmojnë. Qoftë luftë me Kroacinë, qoftë luftë në Bosnjë, qoftë luftë në Kosovë. Mirë po, Edi Rama ka vendosur mos ketë ushtri, për shkak se ati nuk i rrezikohet grushti ushtarak nga ushtria shqiptare, dhe ai e konsideron veten si mbret, për shkak se nuk ka një rrezik nga ushtria. Pra, nëse kryeministri apo presidenti i Serbisë Vučić, kur bën politik, ai ndonjëherë mendon mos e teproj shumë për shkak se kam ushtri të fuqishme, dhe nëse për kënaqësia rritet në popull, mund të më bëne grusht ushtarak ushtria. Mirë po këtë hall nuk e ka kryeministri i Shqipërisë, prandaj edhe ka vendosur që Shqipëria mos të ketë ushtri, të mund të sundoj shumë lehtë, po ashtu rrezik për pushtetin mund të jetë edhe pushteti gjyqësor. Pra nëpërmjet gjykatës kushtetuese mund t'i merret ingerencat kryeministrit apo të shkarkohet presidenti i shtetit, të paktën në kushtetutën e Maqedonisë, gjykata kushtetuese mund ta shkarkojë edhe presidentin e shtetit. Besoj që një të ngjashme mund të jetë edhe në Shqipëri. Pra ai e la shtetin e Shqipërisë për një kohë të gjatë pa gjykatë kushtetuese, ashtu çka të mund t'i kalonte të gjithë ligjet në parlament, edhe pse mund të ishin në shkelje me kushtetutën e Shqipërisë, dhe që të ketë siguri që nuk mund të ketë organ apo pushtet në Shqipëri që mund të shkarkoj kryeministrin edhe kur e than ligjin kushtetutën. Pra si duket ai ka vendosur që të bëhet autokrati i Shqipërisë, dhe si pasojë e ka zbrazur Shqipërinë, dhe si pasojë kuptohet që tani Shqipëria rrezikohet të kolonializohet. Dhe unë e them këtë për shkak se kjo protestë nuk ka ideologji, dhe në fillim ideologjia ishte që Shqipëria rrezikohet që të kolonializohet nga shqiputët. Dhe ai ishte motivacioni më i madh që njerëzit u mblodhen aty, po jo vetëm prej Shqipërie, po edhe prej Maqedonie, edhe prej Kosove, për shkak se ne jo vetëm që e shiqojmë Shqipërinë si shtetin tonë, për shkak se jemi një popull, po edhe investitorët më të mëdhej në Shqipëri janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës. Nëse shiqojmë bruto prodhimin e Shqipërisë, 50% e saj vjen nga ndërtimet dhe nga turizmi. Dhe blerësit më të mëdhej të banesave apo shtëpiave janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë dhe të Kosovës, apo të diasporës tonë të Maqedonisë të Kosovës, për shkak se shumë shqiptarë të Maqedonisë jetojnë në Zvicër apo në Gjermani dhe në shtetet tjera, dhe kanë mundësi financiare që të blejnë dhe të investojnë në patundshmëri në Shqipëri, dhe po ashtu shfrytëzuesit më të mëdhej të plazheve të Shqipërisë, të hotelierisë së Shqipërisë janë pikërisht shqiptarët e Maqedonisë. Mirë po edhe këtë hallk të zhvillimit e kërcënon, për shkak se neve na shiqon si rrezik, për shkak se ne nuk mund të lejojmë që Shqipërinë ta marrin çifutët, dhe kuptohet që reagojmë, flasim dhe përpiqemi që t'i motivojmë njerëzit të dalin në protestë. Tani ne bëjmë video me vite dhe parafërsisht e dim sa është shqyqyeshmëria e videove tona. Mirë po për rastin e fundit për rrezikun e çifutëve,
videot e tona kanë arritur mbi 200.000 klikime. Komente me qindra komente dhe si duket janë duke kuptuar njerëzit dhe mund të shiqem në komentet se përpiqen njerëzit që ta shpëtojnë Shqipërinë nga kolonializimi i çifutëve. Dhe kjo ishte edhe brenga e kryeministrit të Shqipërisë, i cili gjatë prezantimit të manifestimit të Besës, ai shprehu sipas tij që në Shqipëri që ka rritur antisemitizmi dhe më gëzon ky fakt që ne kemi efekt që të zgjojmë njerëzit nga rreziku i çifutrimit të Shqipërisë. Dhe si duket edhe çifutët e kanë marrur mesazhin dhe nëse ka pasur ndonjë sukses kjo protest, është që çifutët e kanë kuptuar realitetin e Shqipërisë, që shqiptarët nuk i dëshirojnë apo nuk do të lejojnë të paktën që çifutët ta marrin Shqipërinë, për shkak se jo të gjithë janë si kryeministri Edi Rama. Shqiptarët do të rezistojnë, tokat bujqësore të Shqipërisë, pyjet e Shqipërisë, malet e Shqipërisë, bregdeti i Shqipërisë nuk është në shitje dhe kjo është motoja kryesore. Dhe nuk jemi ne shqiptarët si palestinezët një pjesë të cilët reagojnë me gur. Ata nëse vinë këtu do të gjejnë hallin. Dhe besoj që e kanë kuptuar këtë dhe le të kërkojnë shtetet të tjera ku mund të shpërngulen, le të shkojnë ndoshta në Argjentinë apo një pjesë të Kipros e kanë marrë dhe në Greqi, po në Shqipëri nuk ka pse vinë. Shqipëria është e shqiptarëve. Në Shqipëri janë të ndarë kush është musliman, kush është i krishter. Kjo toka ka qenë gjithmonë kështu dhe ne duhet përpiqemi që mos lejojmë inxhiniering të shoqërisë së Shqipërisë. Pra si duket kryeministri Edi Rama bën plane që në Shqipëri të sjellë njerëz prej Filipine dhe bën kontrata bilaterale me disa shtete, qëllimi i të cilët është që edhe ta ndroj fytyrën apo pasqyrën e Shqipërisë, se Shqipëria është një shtet me shumicë muslimane, pra ai do të përpiqet që të sjellë të feve të tjera, për shkak se edhe kryeministri po edhe kjo qeveri janë islamofob dhe kanë kompleksat se pse Shqipëria është një me popullat muslimane. Pra ne muslimanët duhet të reagojmë, që të kemi kujdes ata që ka vinë, mos e ndrojnë për shkak se mos e ndrojnë pasqyrën e feve të Shqipërisë, për shkak se Shqipëria është një popull i vogël. Ne nuk jemi popull me 40 milion, 50 milion, po nuk do të ishte problem nëse 1 milion popull të tjerë vinë në tokën tonë. Pra nëse vinë 1 milion punëtor krahu, me fe të tjera dhe sipas ligjeve të Shqipërisë pas 5 vite ata bëhen shtetas të Shqipërisë, atëherë rrezikohet edhe balanca fetare në Shqipëri. Nëse i marrim shtetet, për shembull Emiratet, Kataret, të cilat kanë shumë emigrantë në shtetet e tyre, ata nuk ju japin shtetësi të gjithë atyre që ka vinë prej Pakistani apo prej Bangladeshi apo prej Filipineve, mirëpo me ligjet aktuale pozitive të Shqipërisë, të gjithë ata që do të vinë, mbas 5 vite bëhen shtetas shqiptar. Dhe ndryshon jo vetëm gjuha dhe etniteti i Shqipërisë, ndron edhe feja dhe që do të sillte edhe komplikime të tjera. Prandaj u bë edhe thirrje edhe komunitetit musliman në Shqipëri që të jetë më aktiv, që edhe ata që janë të lidhur me sionizmin ndërkombëtar, të largohen nga kthetrat e Edi Ramës, që të përkujdesen për komunitetin e tyre fetar. Dhe nëse shiqojmë që kryeministri Edi Rama, ndoshta edhe me sukses ka patur mundësi që t'i zgjedh edhe kush do të jetë në krye të komunitetit islam, ka sjellur Gylenist, ka sjellur Vahabist, po edhe Bektashit i kanë dajtur prej muslimanëve. Dhe edhe Gylenistët, edhe Vahabistët, edhe Bektashit si duket kanë hyrë në projektin e sionizmit dhe ju përkulen sionistëve dhe në vend që të kryen detyrën e tyre fetare ndaj besimtarëve musliman, ata janë zhndëruar në agent të Mossadit dhe i ndihmojnë kryeministrit të Shqipërisë ta boshatisë Shqipërinë, që ta çrënjos përpiqje që ta çrënjos islamin
në bashkëpunim me disa hoxhallar të komunitetit musliman, të cilët e pritën edhe kryetarin e Izraelit gjatë gjenocidit në Gaza. Pra, shumë ata protestues duhet të kenë ideologji kur dalin të protestojnë, dhe ideologjia e tyre duhet të jetë që Shqipëria tjetë e shqiptarëve, Shqipëria nuk shitet, Shqipëria është e muslimanëve, Shqipëria është e krishterëve, e gjithë atyre banorëve që jetojnë me shekuj aty, dhe mos lejojnë që kjo politike kryeministrit, i cili është duke e shitur Shqipërinë dhe nëpërmjet kontratave sekrete nuk e dim se çka është duke bërë. Pra mund të shiqem që në parlamentin e Shqipërisë kaloi një kontratë sekrete dhe u votua, populata nuk ka dini se çka bëhet fjalë. Pra ata thuajnë që kemi marrë një hua borxh dhe lavdrohen kur marrin borxhe. Pra mund të paramendoni një qeveri që mbrenda një muaj ka marrur 1 miliard euro borxh dhe dalin dhe lavdrohen që kemi marrur borxh. Po a ka më turp për një qeveri se sa të lavdrohet se ka marrur borxh. Ata duhet të japin dorëheqje se nuk kanë para që të blejnë armë dhe jo të lavdrohen se kanë marrur borxh. Qartë.